për publikimin e lajmit në fjalë, ndoshta kjo lidhet edhe me faktin që Jet Bank rezulton pothuajse në gjithë mediat dhe në gjithë portalet për sa kohë kam parë unë duke u sponsorizuar. Ti vetë si gazetar, ke informacion lidhje me këtë gjë? Ndërkohë që Belindi po fliste, në fakt bëra kurioz dhe ta shifja pak më hollësisht, ajo që ka ndodhur është që gjatë 3 muajve të fundit ka një histori të dyshim transaksionesh. Belindi ka denoncuar në kuvend një prej aksionerëve ose më saktë themeluesin e Jet Bank në Shqipëri, Dan Avishaj, i cili çuditërisht në datën 26 janar të këtij viti është tërhequr nga kompania. Pra ka shitur aksione dhe ja ka shitur kompanisë Jet Holding. Kjo kompani është krijuar çuditërisht vetëm 6 ditë përpara se të ndodhte shitja e transaksioneve dhe është regjistruar në Holland me disa kompani të tjera aksionere që meritojnë të studiojnë fakte, ndoshta do të jenë objekti punës tonë. Dhe pagesa që ka bërë Jet Holding ndaj Dan Avishaj, i denoncuar nga Belindi, por i denoncuar edhe në media gjithësisht pikërisht për lidhje me këto skema mashtimi, ka qenë vetëm 927.000 lekë të reja, pra për aq sa ai kishte paguar pra në vlerën e kapitalit të kompanisë, që kujtojmë që kostot ka qenë edhe më të mëdha se sa kapitali që ai ka paguar, ka depozituar në bankë, sepse ka bërë veprime etj gjatë gjithë këtyre kohëve, ka paguar qera etj, pra ai ka marrë vetëm vlerën e kapitalit dhe asnjë lek më shumë, pra për 927.000 lekë. Tani çfarë ka ndodhur? Pasi e ka bler kompaninë, më falni, bankën online Jet Bank, e ka bler shoqëria Jet Holding, është shtuar dhe vlera e kapitalit, pra ajo shumë që përmendi Belindi, 10 milion euro është regjistruar pra në qendër kombëtare të biznesit. Nuk e dim ende nëse është paguar, pra është bërë pagesa e kapitalit apo jo për të marrë licencën, por ajo që, siç e përmendet edhe ti, që mua më ka bërë përshtypje është fakti që kjo bank që mbiu, po them, si ato kërputat pas shiut, ka një prezencë të jashtëzakonshme në media shqiptare, që nga programet më të rëndësishme të prime time-it, të showbizit, apo çfarë do qofshin ato, deri tek portali më anonim në Shqipëri, e ke të pranishme, e ke me një sponsorizim të jashtëzakonshëm, ke personazhe VIP që e promovojnë, që sigurisht janë pagesa shumë të mëdha dhe sigurisht. Ka dhe një thirrje publike për të zënë radhën. Edhe për të zënë radhën, është deklaruar që ka pasur mbi 50.000, mos gabojmë, 50.000 persona të interesuar për të regjistruar dhe për të marrë shërbime online në këtë bankë. Dhe sigurisht që mua kjo më ngre ose më krijon shumë shqetësim, sepse sot ne e dim që tregu bankar në Shqipëri, edhe ky ekzistuesi i bankave të nivelit të dytë, është në qendër të vëmendjes për shkak të asaj që njihet pra si pastrimi i parave, që bankat janë kthyer sot në një mekanizëm të pastrimit të parave. Dhe në këtë moment është e domosdoshme që nga Banka e Shqipërisë, por minimalisht institucionet hetuese, prokuroria e posaçme ndoshta ta shoh edhe këtë dimension, sepse nuk mundet të ndodhë që nga hiçi dhe po them ndoshta nga rastet unike në Europë, të paktën në dijenin time, që të krijohet një bank online kur është përfolur shumë që kjo bank, përveç se po themi pastrimit parave të skemave të mashtrimit call center, ka dyshime që lidhet edhe pikërisht me pastrimin e parave të kriptovalutave. Në fakt, çështja është vetë dokumenti i Ministrisë së Brendshme, nuk e dija pe Adriana dokumentin mirë, vetë dokumenti i Ministrisë së Brendshme flet që për lidhjen që ekziston edhe me një person i cili është dënuar më herët pikërisht për çështjen e mashtrimeve me anë të call centerave. Unë dua vetëm të kujtoj pak Lejene, programi i famshëm investigativ italian, i cili e bënte këtë thirrje Edi Ramës. Më ndihmoni me dyshin? Ogni giorno migliaia di risparmiatori. Investigimi Lejene ka zbardhur skemën e call centerave në Tiranë dhe kush qëndron pas tyre. Pasi zbrazën 3 call centera në qendër të kryeqytetit.
Shqipëria është bërë një oazë call centerave dhe këtu është çështja, këtu është shqetësimi që ngre si deputet Belind Kolliçi, absolutisht shqetësim që ka opinioni publik dhe pyetja tjetër Adriana, se ketë bësh gjithë ditën me drejtësinë.